Njeriu e ka plokshtia, njeriu nuk ka gjithmonë shëndet. Andaj I ka pru disa prej haditheve, të cilat lidhshmëria me hadithet e zullumit është se si cili pi neve ka nevojë me u godit me sëmundje dhe me mërzia dhe me brenga dhe me rakosje që t'ja lajnë gjunahët, që t'ja lajnë mëkatët. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, sëmundja I alargon besimtarit gjunahët sikur që shkundët pema. A ki pa kur e shkund pemën? Edhe ato gjethët janë aty, edhe ti a shkun ato bin. Kështu ka thonë alayhi salatu wassalam, I bin besimtarit gjunahët. Allah na pastrof prej gjunahëve në dunja, ja rabbel alamin. Andaj, cila është urësia e të sëmurit e besimtarit? Që të pastrohet prej gjunahëve. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e parë që ka nxjerrë Imam Buhariu, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta shauke, ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk e godet besimtarin as një lodhje. Lodhja kur kun s'paguhet përveç në fe të ndëruar xhamatli. Kur kush t'paguën sa je lodh, po t'paguën për kontratën e punës. Nuk të vetaj sa je lodhi. A je lodh, a e ke kry punën pa lodhi, a e ke bon me qef, a pa qef, a I t'paguën ti për që ata shka I një marrë vesh. Allahu gjelola është I vetmi cili t'paguën për ata shka je lodh. Për ata shka je lodh. Dhe sëmundja, dhe mërzia, dhe shqetësimi, dhe merakosja, dhe lëndimi, edhe nëse e shpon diçka besimtarin prej xhembave, vetëm se Allahu ja shlyhen gjunat. Kjo është natyra të ndëruar xhamatlimit të cilën na jetojnë në këtë dunja. Dunjaja është vend I shkëmbimeve, I përplasjeve, I forkimeve. Bëjmë gjunahe lahemi. Kjo është qëllimi me të cilin pejgamberi sa me ka përshkruajtur besimtarin me trungun e hurmës, se vin errat dhe e lakojnë, por nuk e rrezojnë. Pra ti sëmurësh për me u bë edhe më I fortë. Sëmurësh për me u la me prej gjunaheve. Andaj ti e sheh prej besimtarëve të cilët kur smuhen qohen më të penduar, qohen më të lam. Sikur që ja ka bëhe rigjenerim smundja krejt organet, ja ban kështu edhe shpirtërorës. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se vazhdon belaja me godit besimtarin. La yazalu bil mu'min al bala. Vazhdimisht e godet belaja në trup, në familje dhe në pare. Pse ja ban Allah qëta? A do në me e dënu? Jo. Miri shkon na me morë vesh pas muje, miri shkon me morë vesh pas prova. Për Allahu gjele gjelaluhu e din se na qasin natyre kena që nuk marrë na vesh. Këshire kur ki shëndet, shiko që ta shka përdher dhe e ki, shiko ki takat, shiko që sa pak të bjen nërmen mu pënduhe, sa pak të bjen nërmen mësë me bo më katë, sa pak të bjen nërmen me ullë me dhane, valla be bona zullum, I bona padrecit, ullëm të pastrona, të marrë halallëk, të pendona të zoti për gjunat që ka jabaj vetës time. A kur smuësh, bin krejta energjit, bin të gjitha ato vrullët e shumëta, dhe ti e mes një dëshire veç. O Zot, largo më këtë smuje, qaq. E kur të mishë që këtë dëshirë, veç me nja, atër Allahu gja me këta të pastron. Për këta që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, vazhdon belaja e godet. Dhe vini re e godet, vazhdimisht e godet belaja. Ne kanë jarë nuk e lexojnë as smundjen, nuk e lexojnë as mërzien, nuk e lexojnë as therrën, u vrajta pak. Ajo për ti kuturu për të Allah e më urësi. Me thirë të dikush, djetarë që thojnë, çdo lajmë që ka ti e merë e këtën kryër. Vesh me të prejkë dikush, ti këminjarë këthejesh. Zotë gjithat të smundje të qonë, gjithat të mërzit të qonë, gjithat të lovit të qonë, a e të thonë dishka. Me gjujti me guri vazhdimisht një fmi të shpia, ti qohë që kjo qakave. Me thirë dikush vazhdimisht të dera, që ka thuti, qakave që kjo, pse po thirë vazhdimisht? Allahu gjelluala dhe zërë nuk të folë ti që shmenon ana. A i të folë me të qëto mesazhe. Ta qënë një smundje, ti qënë do ethe, ta qënë një kokdhimbje, ta qënë një turbullim të jetës. Qka po të thotë? Nalu. Allahu gjelluala në gjdo sprov shka ta qënë o zarf që dush me lexue. O robjem, ki mu pendu, o robjem. Qka tha për nga me sëram? E godet vazhdimisht Allah I besimtarin që të shkojet e Zotit të takojet pastër. Të takojet pastër. Andoj e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë njerëzit që më shumë të sprovohen? Tha pejgamberët. Pastaj tha ata që janë gjojnë atyre. Pastaj sicili mangat pejgamberëve çka është. Hyri vllai I Aishës radhiyallahu anha te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabive, edhe ishte pejgamberi në vdekjen, në smundjen e vdekjes së tina.
dhe e kishin lidh kokën nga dhimbja e madhe e kokës. Edhe sahabit u mërzitën shumë. E pejgamberi doshti më u kallëzue që në këtë mërzi ka edhe një diçka që ju nuk e dini. Tha pejgamberi alayhis salam, inni uak. Tha mua koka më dhem sa dy pi juve. Dy burra pi juve, tu di dhimbtat bashkë mi bë, mua më shon Allahu xhelalu. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e pse i dhem koka pejgamberit kur ai s'ban gjunahe? Na e dim na për më na la. Ai pse? Megjithse ai nuk ban gjunahe, Allahu për me pastru dhe me ngrit venin më të lartë që ka mundsi, ja ka thënë Allahu gjasmundjen. Ati ja ka thënë me ngrit, ti e ta çon për me të pastru dhe me të la. Që kur ta thosh me Allahun te bareke ve teala, ndihesh i pastrum. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me ditë njerëz të belas, me ditë njerëz të sprovum, çfarë shpërblimi ju jep Allahu ditën e Kiametit, kur dalin para Zotit dhe t'i shohin njerëzit se për çket smuje, për çket mërzi, për çket bela, Allah çdo gjunahe, çket vend xhenat kanë ty dhon. Thot pejgamberi sa njëri pyetën e ka më thon, pse be Allah s'ma ka pret trupin me gërshampi dhimbtës? Pse s'ma ka quni shprof si gërshana kur e pret ka dale. Mirë po, se ne ka konvertuar në këtë dunja shpërblimin që ka e pret në ahiret. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, krejt to vinë që dilç për para Zotit xhelel xhelalu i pastër. Dhe e keqja e mosgoditjes me smundje, cila hadithin e radhës që ka thënë Imam Buhariu, ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, një ditë për ditëve i ardhi njëri. Dhe ky njeri ishte i shkretinës. Edhe i tha pejgamberi sallam, a je smuna i herë? Tha jo valla kur, pasi di që është smuja. Ethët tha, të kanë kap në i herë? Jo, qka janë tha ethët? Temperatura, e di qka dhe jo tha nuk e di. Ja shpjegoj për nga mëzëm qka. Hyrja e erës në mes lëkurës, nxehtësia mes lëkurës dhe mishit. Tha jo, musëm ka rrok kur. Tha kryja të ka dhim në i herë? Tha qka që dhem kryja? Shiko nuk e ka ditë kur. Apo, qka i tha për nga mëzëm mas i shkoj? A do një tha me e pa një banor të zjarit? Qeku e kini? Të ndërum gjëmatli. Mos menoni se njëri pse sprovohet, Allah nuk e do. E asë kundër ta. Mos menoni se njëri pse ka sprova të ndryshme në këtë dunja, Zoti nuk i do. Mandja e kena përmend se njerëzit që mas shumë ti Zoti i do i sprovon. Shikoni këta ato muslimanë që janë mas provuar se na. Allah i do më shumë ata se na. Ti që të lën rahat, mos kujto se ti je më i mirë te Allahu xhelel xhelalu. Ti që Allah stacion as ti smuje, mos mendon se je më i mirë te Allahu xhelal. Po Allahu xhelel xhelalu sikur që tha Salman el-Farisiu, janë disa njerëz edhe kur smuhen, edhe kur kanë shëndet, janë si devja. Ja nojnë frenin, ja hekin frenin, ai nuk e di. As pse ma vnun, as pse ma hekën. Runa Zot për kësaj gjendje. Për këtë arsye të ndëruar xhamal, na nuk ban me lip belat. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadith, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, japëm shëndet në trup, në sy, në vesh. Dhe ka thënë pejgamberi sa wal afiyatu habbu ilay. O Allah, mos më sprovu shumë kam qef. Ama na po thojna kur të dvejnë pa dëshirën tane, atëherë shfrytëzoje me u pastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, dhe ta di se kjo nuk është prej hidhrimit, por është prej pastrimit. E lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që çdo gjuna dhe mëkat që e kemi bë, me vetë dije dhe pa vetë dije, Allahu na pastron ya rabbal alamin. E lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që zemrat tona Allahu t'i ban zemra të gjalla, zemra me iman, zemra me islam, zemra me ihsan, zemra me takvalluk. E lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu te bareke ve teala na udhzon me Kur'an, na udhzon me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahu në këtë ditë xumaje, ditë ku ka mundësi me qellu besimtari çastin, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu nuk e kthen duajën. Çdo musliman i dobët në dunja, çdo besimtar e dobët, çdo plak dhe çdo plak, çdo e vej, çdo alim, çdo hoç që janë në ndjekje dhe goditje dhe sprova të rana që na i dina të gjithë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra, Allahu t'i jap mbështetjen e tina. E kushdo që ban zullum në tokë, e kushdo që ban krim në tokë, e kushdo që ban fesad në tokë, Allahu me fesadin e vet ta ndëshkon ya rabbal alamin. E lusim Zotin e vet që Allahu në zullumin e vet ja zakon ya rabbal alamin. E lusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ja besimtar në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon. E lusim Zotin e Madh subhanahu ve teala që Zoti jon xhelexhat na pastron pi mëkateve tona, pi gjunaheve tona, pi zullumeve tona. E lusim Allahun që Allah na mëson mi kry farzët tona, mi kry detyrat e tona. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allah na mëson me jetu si besimtar, me jetu si musliman dhe me ja dorëzu shpirtin dhe amanetin e fundit Allahut, duke qenë na si musliman dhe të pranuar te Allahu subhanahu wa taala.